Një operacion i gjerë është ndërmarrë gjatë orëve të fundit nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit edhe krimit organizuar, duke çuar në goditjen e një organizate të dyshuar kriminale me aktivitet në fushën e trafikut të drogës, ku raportohet se janë lëshuar deri më tani 11 urdhër arreste. Mes tyre në listë është edhe emri Jetmir Pepa, pronari i kompanisë Pepa Group, të cilit janë sekuestruar 3 automjete të luksoze, 2 xhip dhe një Golf 8. Pepa është një personazh i njohur për drejtësinë shqiptare dhe jo pak herë për folur edhe në media për përfshirje në ngjarje të ndryshme kriminale. Në janar të vitit 2025, terrorizoi të pranishmit në një ambient ku u zhvillua eventi për natën e ndrimit të viteve, pasi qelloi me armëzjarri. Po ashtu në gusht të vitit 2024, u bë protagonist pasi Mariela Berisha, nëna e djalit të tij, dhunoi të dashurën e tij, Klea Prenga, në bashkëpunim me të motrën Antonela Berisha.